Dita 10 për gjetur sufllaqen më të mirë në Tiranë. Sot jam në zonën e Bllokut dhe do gjej sufllaqen me review më të mirë. Në Google Maps më del Maj Xhiros, që e ka review në 4.7 momentalisht që unë po e shikoj. Ky është vendi, sufllaqe pole me gjitha edhe Nikola Zero. Kjo është sufllaqe, duket shumë e mirë. Mishi këtu se të sufllaqe e kaluar, po më thonit jo po s'ka mish, jo po urdhroni. Unë gjithmonë marrë një patate. Testi patates, kalon. Testi i mishit. Ajo review nuk sheka gabim, kjo është shumë e mirë. Mishi është fantastik. Kjo nuk është më e preferuara ime, sallata do me thëmë, po pa ha mishi është këtu. Provojmë edhe pitën se si është. Është e mirë. Ama mishi jep tjetër shije, kështu që pitja është okej. Mund t'jetë një nga sufllaqet më të mira deri tani, por akoma nuk e kam bërë një listë me renditje nga më e mira. Nuk e di po e kam hëngur me një frym këtë, s'ngeli ma gjë këtu, pak mish. Çmimi është 2800 lekë, që ndërkohë shumë vende kanë të paktën 3000, 3000 lekë, është mirë.